falënderimi dhe lavdërimit I takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Allahu I madhërisht ka krijuar çdo gjë, ka krijuar edhe vetë njeriu. Dhe për njeriu ka nënshtruar çdo gjë që është në këtë botë. Praktikisht për njeriu ka përgatit terrenin dhe rrugën që ai të jeton sa më mirë, sa më dinitetshëm. Prandaj dhe krijesat të cilat Allahu I ka kriju dhe I ka nënshtruar për të, determinojnë që atij t'i mundësojnë një jetë të mirë, komode dhe të qetë brenda kornizave të jetës së kësaj bote. Dhe jo vetëm kaq, por dhe Allahu xhelle xhelaluhu e ka njoftuar njeriu se do ta furnizon, nga se prej emrave të bukur të Allahut është Er-Rezzaq, furnizuesi. Mirë po tek njeriu mbetet prap enigmatike, mbetet prap një pakjartësi se sa është sasia e furnizimit të rrezikut. Mbetet një shqetësim, dhe shqetësimi I dytë mbetet ku e kam rrezikun, ku e kam unë furnizimin. Prandaj njeriu dhe sillet brenda këtyre dy shqetësimeve në vazhdimsi. Andaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se kjo çështje qëndron si e tillë, mes realitetit që Zoti ka premtuar se është furnizues dhe ja ka siguru njeriu të rrezikun, dhe në mes brengave të njeriut, po mundohemi që në hyrje të kësaj hutbe ta trajtojmë këtë dilemë që qëndron tek njerëzit. Të ndershëm vëllezër, Allahu I madhërisht ka sqaruar në Kur'an se jo njeriut, por edhe të gjitha gjallësave I ka siguru furnizimin. Siç thot në surën Hud Allahu xhalla xhelalu: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Allahu thot, nuk ka gjallësë mbi sipërfaqen e tokës. Këtu hyn edhe njeriu, këtu hyn edhe milingonat, këtu hyn pra insektet, edhe shpenzet, edhe shtazet, të gjitha gjallësat, po thot Allahu, vetëm se te Allahu e kanë furnizimin, ju ka siguru, po jo vetëm kaq. Allahu e din edhe vend qëndrimin e tyre, po jo vetëm kaq, e din edhe ku do të vdesin, në cilin vend do të vdesin. Pra, një citat me përplot detaje. Mirë po, një citat inkurajues që rreziku është I garantuar tek Allahu, por neve mbetet përgjegjësia e punës. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu, duke qenë se kjo breng tek njeriu është shqetësim, Allahu e sjell edhe një citat tjetër për t'i treguar njeriu se ka krijesa, ka gjallësa, edhe pos njeriu, po edhe nga njerëzit, të cilët kanë vështërsi në jetën e tyre, jenë handicap I jetës, kanë të meta, prapë edhe atyre ju vijë rreziku. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmiluha rizqaha Allahu yarzuquha. E sa janë shumë gjallësa thot Allahu që ata nuk mund t'i sigurojnë vetvetes furnizim. Allahu asiguron furnizimin atyre. E pastaj këtë çështje ne ka definuar edhe vetë pejgamberi alayhis salam për ta larguar breng nga ne se ende pa lindna. Madje në Lauhi Mahfudh është detajuar rreziku, por është shkruar ende pa lind. Sikur që është I njohur thania e pejgamberit alayhis salam ku flet për ngjizjen e njeriu në barkun e nënës. Thot kur njeriu bën 120 ditë, Allahu e dërgon një angjëll dhe ja sjell shpirtin frytit ose fetusit. Ja sjell shpirtin dhe ja shkruan 4 gjëra me urdhrin e Allahut. Të parin që ja shkruan është rreziku. Sa ka me pas rrezikun? Për neve është enigmatike, për neve është e panjohur, por sakna kjo çështje kalon me bindje vëllezër. Pra, I shkruhet I caktohet rreziku. Pastaj I caktohet sa ka me jetu e gjeli. Pastaj I caktohet puna që ka me kry dhe I caktohet formati I jetës, forma I jetës, do të jetojë I lumtur apo I dëshpëruar. Pra, të gjitha këto dhe shumë argumente të tjera janë fakte të ndershëm vëllezër që determinojnë se kjo nuk është përgjegjësia jonë. Përgjegjësia jonë është dikun tjetër.
Përgjithësia jo mbetet puna, pra të ndershëm vëllezër. Çka mbetet pra për neve si njerëz, pra si rob të Allahut, mbetet ne me punu, me i marr sebepet, shkaqet e duhura, por me ardhur risku i lejuar. Andaj, kërkohet nga ne të ndershëm vëllezër që ti përfillim rregullat e jetës së kësaj bote, që janë përshkru dhe janë përcjell brez pas brezi. Asgjë nuk ka të re në kohën e teknologjisë. Nuk ka pru Allahu ndonjë rregull të veçantë që do të vijë në kohën e teknologjisë që do të ndryshon forma e rrezikut. Jo të ndershëm vëllezër, kjo është pjesë e jetës. Pra, ky mesazh shkon për të gjithë, por me theks të veçantë për rinin e kësaj kohe, se duhet me i marrë sebepet, shkaqet e duhura për punë, madje shkaqet e lejuara për të ardhur deri te puna e lejuar, sepse Allahu xhelle xhelaluhu ka më na marrë në pyetje çfarë kemi punu. Siç thot Allahu në Kur'an, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Në suratul Hijr Allahu xhelle xhelaluhu thot, për Zotin ton, do t'i marrim në pyetje të gjithë, Allahu betohet, për Zotin tënd, do t'i marrim në pyetje të gjithë çfarë kanë punu. Të ndershëm vëllezër, duke qenë se konstrukti jonë, formati jonë nuk është i njëjtë, po dhe pikpamjet e tona nuk janë të njëjta, Allahu në bazë të konstruktit tonë dhe pikpamjeve tona e ka përcaktuar dhe rrezikun, furnizimin, nuk ne ka përcaktuar të gjithëve njësoj. Zoti e din më së miri arsyen, por ai e din sakt kujt sa i duhet dhe kujt çka i duhet dhe kujt duhet rreziku. Sa ka prej atyre që kanë lindë në Kosovë, jenë rritë në Kosovë, rrezikun e hanë në një shtet tjetër, me një kontinent tjetër. Fizikisht ka shku atje. Po tani në kohën e funit, ka dhe ndryshime, që këtu prapë janë shkruar prej Allahut. Ka lindë këtu, është rritë këtu, jeton këtu, punën e bën, do thot online, e bën përmes rrjeteve të ndryshme sociale, i vije furnizimi nga shtetet të ndryshme. Krejt kjo larmëri ose krejt kjo ndryshim është një fakt të ndershëm vëllezër se rreziku është i garantuar, por neve mbetet me kry punën tonë. Andaj të ndershëm vëllezër, në mes këtyre dy koncepteve s'ka kundërthënie. Në mes asaj se rreziku furnizimi është i garantuar dhe në mes asaj që ne jemi kriju për të punu dhe kërkohet nga ne puna, pra t'i marrmi sebepet shkaqet edhe t'i qasmi punës. E duke qenë se sot jemi pra në ditë gjuman, ditë premte, dhe është një maji, është dita e punëtorit. Praktikisht është dita të drejtave të punëtorëve. Duam që në bazë të hyrjes që ja bëm kësaj teme, kësaj hutbe, duam të themi edhe disa fjalë për këtë ditë, për ditën e punëtorit, ose të drejtave të punëtorëve. Pra të ndershëm vëllezër, Islami, feja islame është fe e vlerave dhe pos tjerash nxit në punë, sepse puna është pjesë aktive e njeriut. Puna është pjesë aktive e njeriut. E pastaj secili në bazë të përgjegjësive edhe ngarkohet, por duhet me ditë çdo kush se ka për obligim të sjellë furnizim vetvetes për ata që janë të pjekur. Pastaj ka dhe obligime për të tjerë, duke filluar prej rinis. I riu pra duhet të mendon që të shkollohet, pra dhe të vetë financohet, të martohet dhe të vetë financohet, të kujdeset për familjen, për gruan, për fëmin e kështu me radhë. Këtë mesazh po e përcjelli duke pas parasysh ndryshimet e mëdha që po ndodhin në këtë kohë, në këto dekadat e fundit, pra prej nga neglizhenca që ndodh nga të rinjët. Duke mendu se, si që ka thonë Omeri, radiallahu anhu, mos pritni se do t'ju vijë nga qiellja e që ju e kërkoni, nëse ju nuk punoni. Të ndershëm vëllezër, si koincidencë po e ceki këtu, Allahu xhelle xhelaluhu terminologjin punë, amel, e ka theksu në Kur'an 359 herë, parafërsisht sa dhe ditët e punës, ditët që janë të vitit. Dhe termin kesb ose fitim 30 herë parafërsisht e ka përdorur në Kur'an, parafërsisht sa ditët e mujit. Që i bie se kur i përmbledhim të dyja këto, fjala punë
359 herë u përmend Kur'an, që i bie se jeta është krejt punë, krejt është angazhim. Pra, pa ka pushim, sa që Allah në ditën e gjuma, në këtë ditë që është dita ma e mirë e javës, Allah çka po thët? Fe idha qudiyati salatu, fantashiru fil ard, si ta fali namazin, shpërndani në tokë, hesni punoni. Pra, kjo botë është punë krejt vëllezër, por megjithatë ka rregulla, punë pa stres. Punë pa stres, punë pa ngarkesë, punë dinitoze, punë pa i lënë anash obligimet që i ki në raport me Zotin. Pra, nuk është puna ajo që punohet dhe neglizhohen obligimet ndaj Allahut. Pra, këto dyja shkojnë bashkë. Pra, punojmë dhe falemi. Punojmë dhe falemi namazin. Pa i lënë anash obligimet që i kemi në raport me prind. Punojmë dhe respektojmë prind. Pa i lënë anash obligimet që i kemi në raport me familjen. Punojmë dhe kujdesemi për gruan dhe për fëmin. Kjo është puna që kërkohet. Prandaj të ndershëm vëllezër, të mundohemi pra ta e kuptojmë këtë koncept kështu, se Zoti i Madhërisht ka vendosur këto rregulla dhe nëse këto rregulla përfillen, atëherë ka punë mjaftueshëm, ka rrezik vëllezër, sa do që shtohet bota, mos u marrakosni ju për këtë punë, sa është numri njerëzve. Fillimi i shekullit 20 ka qenë alarm se po rrezikohet globi, pra kanë qenë ato krizat, do të asoj kohe që është folë se nëse mbrin popullata në 3 miliard, nuk do të kenë ushqim. Ja, përjetuam 8 miliard e sa. Vëllezër, mos u merrni ju me shifra, por Allahu me këto shifra që i ka përdor, pra dikun rreth 360 herë e ka përdor fjalën punë, ose afër 30 herë fjalën fitim, krejt këto janë sinjale që nëse ne punojmë, padyshim që vije risku në formën e duhur dhe në formën më të mirë. Të ndershëm vëllezër, mesazhi pra është që ne duhet t'i marrëmi secili prej neve obligimet tona, atëherë dhe jeta bëhet e dinjitetshme. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në kuadër të kësaj dite, në përkujtim pra të ditës së xumat, të ditës së premte, të kësaj ligjërate në këtë ditë, po nikosisht koincidencë edhe të datës 1 të muajit maj, përcjellim mesazhe të ndershëm vëllezër edhe për punëtorët, edhe për menaxherët. Pra i bie të ndershëm vëllezër se puna në Islam është vlerësuar shumë. Le ta dinë çdo punëtor se lodhjen të cilën e bën për vetvete, për familjen e tij, aja shkon sadaka për te. Nuk hub asgjë tek Allahu xhelle xhelalu. Pra punëtori nderuar, rriqet, rri mirë, lodhja edhe nëse nuk vlerësohet për njerëzve, do të vlerësohet tek Allahu xhelle xhelalu. Mirë, po punëtori duhet jetë i përgjithshëm. Punëtori duhet ta ketë frikë Allahun. Mos t'i shkel vijat të cilat Zoti i Madhërisht i ka vendosur. Pra, le të punon punën halal, puna që lejohet, por edhe nëse është puna halal, le të jetë i përgjithshëm tek menaxheri. Punën le ta kryejnë ashtu siç ka dakorduar me te, ka bë kontratë me te. Pra, punëtori duhet ta kryejnë punën ashtu siç duhet dhe pastaj ka bereqet parja që e merr, fitimi që e merr. Kjo është mënyra të përgjithshme ose si mesazh i përgjithshëm për punëtorët, që ta kryejnë punën në mënyrë dinjitoze, mos ta keq përdorin punën dhe mjetet e punës. Në anën tjetër, gjithashtu përcjellim mesazh edhe për menaxherët, edhe për ata që kanë kompani, që kanë punëtorë. Le ta kenë frikë Allahun xhelle xhelaluhu, të kujdesen për punëtorët, mos ju bën pa drejtësi punëtorëve, sepse kanë përgjegjësi para Allahut xhelle xhelaluhu. Punëtori pra që shërben tek ti e keni përgjegjësi dhe kemi dhënë llogari tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe çdo padrejtësi është errësirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë botë është marrja e bereqetit të punës që bëhet aty ose shkak i falementimit i mshjeljes së kompanive ndodh që është zullumi që bëhet padrejtësia punëtorëve. Pra punëtori duhet të trajtohet dinjitetshëm. Ai është fëmijë i yti, vllai i yti, është qytetari jon, është njeri me të drejtat plota, duhet pra të trajtohet punëtori dinjitetshëm. Këto janë rregulla vëllezër që Zoti ka vendosur. Prandaj ne në këtë koncept do ta njekim këtë çështje. I ka drejtat e veta njerëzore për rujtjen e shëndetit, për rujtjen e familjes, të drejtat e tij individuale, madje të drejtat e tij shpirtërore. Nuk duhet pra që të cungohet ose të pengohet punëtori nga kryerja e obligimeve fetare. Vëllezër,
edhe në këtë kohë edhe më vazhdojnë të ketë problemin në disa vende me 4% të madhe që i musliman, nuk i lanë me falë namazin. Është e drejtë e punëtorit me u falë. Pra, e gjenë kohën e duhur me kry obligimin, sepse është e drejtë, po themi, e tij në mënyrë të përgjithshme që Zoti xhelel xhelalu i ka vendosur. Prandaj për aq sa dinitetshëm trajtohet punëtori dhe për aq sa përgjithshëm punon punëtori, gjithsesi që edhe do të jetë ecuria e gjërave në mënyrë të mirë, të mbarë, do të ketë bereqet, do të ketë për mbarësi, qoftë tek individi, qoftë te familja, qoftë në shoqëri. Prandaj të ndershëm vëllezër, lutim Allahun xhelel xhelaluhu që ta ruan vendin ton, lutim Allahun xhelel xhelaluhu që të na vetëdijson si individ dhe si shoqëri dhe si familje, lutim Allahun xhelel xhelaluhu që të çon bereqet tek ne, tek shoqëria jon, na udhëzon neve, ta udhëzon shoqërinë tonë, rinin tonë, lutim Allahun xhelel xhelaluhu që t'i shëron të smurit tan dhe t'i mëshiron të vdekurit tan.